Nga arratia ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka hapur një betejë të re ligjore kundër shtetit shqiptar, të herë në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg. Ai pretendon se procesi penal ndaj tij është ndërtuar mbi shkelje të rënda kushtetuese dhe politike, përfshirë cenimin e imunitetit parlamentar dhe të drejtës për jetën private. Sipas dokumenteve zyrtare, Ahmetaj dhe partnerja e tij, Eriola Hoxha, kanë depozituar ankesën në Strasburg në 8 maj 2024, duke kërkuar që të shqyrtohet nëse shteti shqiptar ka shkelur nenet 8 dhe 13 të Konvendës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, që garantojnë respektimin e jetës private dhe të mjeteve efektive juridike. Çështja është komunikuar zyrtarisht me qeverinë shqiptare në 6 tetor të këtij viti, ku kërkohet sqarim për respektimin e nenit 73 të Kushtetutës që lidhet me imunitetin e deputetëve. Në qendër të ankesës është kontrolli i banesës së Ahmetaj dhe Hoxhës në 9 mars 2023, i autorizuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit, si dhe sekuestrimi i telefonit të partnerës së tij. Ish-ministri pretendon se në atë kohë ishte deputet aktiv dhe se procedura është zhvilluar pa miratim të kuvendit, duke cilësuar si një shkelje flagrante të imunitetit parlamentar. Ai po ashtu akuzon drejtësinë shqiptare për ndikime politike dhe për mungesë garancish procedurale. Në kërkesën e tij Ahmetaj argumenton se i është mohuar çdo mundësi efektive për të kundërshtuar ligjshmërinë e veprimeve të SPAK-ut. Në deklaratat e tij ai e ka cilësuar procesin penal si përndjekje politike për shkak të qëndrimeve të tij kundër aferave korruptive, veçanërisht në projektet e incineratorëve. Pikërisht për këto të fundit, ai akuzohet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie, krahas dosjeve të tjera për të cilat është shpallur në kërkim nga autoritetet shqiptare. Çështja e Ahmetaj kundër Shqipërisë pritet të jetë një provë e rëndësishme për sistemin gjyqësor shqiptar dhe mënyrën se si trajtohen imunitetet parlamentare në përputhje me standardet e drejtësisë evropiane.